Agentët doganor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë nisur këtë të shtunë të mbledhin tarifën prej 10% të vendosur nga presidenti amerikan Donald Trump për të gjitha importet nga shumë vende, me tarifa më të larta për mallrat nga 57 partnerë më të mëdhenj tregtar që do të fillojnë javën e ardhshme. Tarifa fillestare 10% bazë hyri në fuqi në portet detare, aeroportet dhe magazinat doganore të SBA-s në orën 12:01. Njoftimi për këtë tarifë më 2 prill tronditi tregjet globale të aksioneve, ndërkaq të mërkurën do të hynë në fuqi tarifat më të larta reciproke të Trumpit, që variojnë nga 11 deri në 50%. Importet nga Bashkimi Evropian do të goditen me një tarifë prej 20%, ndërsa mallrat kineze me një tarifë prej 34%, duke e çuar në total në 54% tarifën e re për Kinën. Ndër vendet e para të goditura me tarifën 10% janë Australia, Britania, Kolumbia, Argentina, Egjipti dhe Arabia Saudite. Kanadaja dhe Meksika janë përjashtuar nga tarifat më të fundit të Trumpit, pasi ato janë ende subjekti një tarife prej 25% që u vendos lidhur me krizën e fentanilit në SBA. Administrata amerikane publikoi gjithashtu një listë me mbi 1000 kategori produktesh që janë përjashtuar nga tarifat e reja. Këtu përfshihen nafta e papërpunuar, produktet e naftës dhe importet e tjera të energjisë, barnat farmaceutike, uraniumi, titani, lëndë drusore dhe bakri.